Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'ala adh-dhalimin. Wa afdalus salati wa atammu taslim 'ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdallahu jalla jalaluhu për gjitha mirësitë e tij, salavat me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, lusë Allahu xhelle xhelaluhu për pranim të veprave për vetvete ju dhe gjithë besimtarët ka do që t'jenë. Lusëm Allahu xhelle xhelaluhu që të na forcon në rrugën e tij, që Allahu xhelle xhelaluhu të jetë i kënaqur me adhurimin tonë ndaj tij, me përkushtimin tonë ndaj tij dhe njëkohësisht na nxjerr nga kjo botë faqebardh me iman, duke qenë i kënaqur Allahu xhelle xhelaluhu. Të ndershëm vëllezër, do ta trajtoj një temë që konsideroj se është pjesë e përditshmërisë tonë, mirë po ja që edhe pse në këtë temë hynë të gjithë akterët, edhe praktikuesit, edhe fillestarët, edhe ata që kanë qef me fillu, me u falë, me agjëru e kështu me radhë, mirë po me theks të veçantë ata të cilët jenë praktikues, ndoshta që herët shpesh herë na i thonë një ankesë, thonë se nuk po e shijoj mjaftueshëm namazin ose agjerimin, sikur po kalon ibadeti, adhurimi në rutinë. Shpesh herë ndodh që thonë namazfalësi që po falem, po siç po hinj dhe po dal, nuk po gjejnë e falë ndryshimi. Cilat janë mekanizmat, çka do të duhej me ndodhë që me shiju veprën, me shiju ibadetin. Kjo është një. Pastaj ka prej njerëzve vëllezër që shumë prej rrëve, prej besimtarëve kryjnë njëjtën vepër, por nuk e shijojnë njësoj. Edhe këtu na intereson të dim se çka ka dallim, çka ndikoi te ai personi i cili u kënaq gjatë muajit Ramazanit edhe e ka shiju, dhe ai tjetri i cili e ka pasur me përmbush normën ditore, me i ka përcjell ditë, me i kalu ditë. Ose namazin. Një person i cili ka hyrë namaz edhe e shijon namazin, i përlotur në namaz, i përkushtuar në namaz, do thotë krejtësisht ka dalë nga qenja e kësaj bote. Dhe një person tjetër i cili ka marrë tekbir edhe veç kur e ndëgjon imamin që dha selam. Krejt këto vëllezër e kanë një emërus të përbashkët për me shiju këtë vlerë, është ëmbëlsira e imanit, lezeti i imanit, shija e imanit. Qështu ka në dy transmetimin nga pejgamberi alayhis salam. Në një vend kur ka folë për vlerat e shijimit të veprave, e ka quajt halawatul iman, hallëvja e besimit. Hallëve, fjala hallëve vjen për fjalës arabe, halawa. Pra e kanë është përdorur edhe praktikisht në popullin tonë edhe hala. Hallëve është prej ëmbëlsirës, gjuhën arabe i thonë, ëmbëlsirës së imanit. Në një vend tjetër e ka quajtur pejgamberi sa ladhatul iman, lezeti i imanit. Edhe kjo është fjalë arabe. Që të dyjat këto janë përdorur dhe përdoren. Të dyjat janë fjalë të fesë tonë. Fjala hallëve, ëmbëlsirë, dhe ledhe, kënaqësi, lezeti, është kënaqësi. Pra, nuk mund të shijohet ibadeti, adhurimi, pa u shiju ëmbëlsira e besimit, ose kënaqësia e besimit. Pra, mund të themi se, siç thonë dietarët islam, se njerëzit përballë veprave janë të ndryshëm, janë kategori. Disa prej tyre e kanë veç për ta kryer, dhe te ta nuk reflekton shumë ibadeti. Prandaj vëllezër, këto janë edhe teste për secilin prej neve. Për shembull, secili bën test vetvetes. Unë që sa vite agjeroj, që sa vite falem, kam qenë sa herë në qabe kështu me radhë, me bani test sa kam evolu, sa kam ndryshu, sa ndikojnë, për shembull, haxhi është
ibadet jetik, haxhi, thonë dietar, du të ndikon edhe në namaz, në cilësinë e namazit. Ramazani është ibadet vjetor, du të ndikon në cilësinë e namazit, sepse namazi është përditshmëri, por edhe përditshmëria e namazit du të ndikon në cilësinë e veprave, sepse s'mund të jetë i njëjtë ai i cili s'falet me ato që falet, nga aspekti i cilësive të veprave, nga aspekti i karakterit personit, për shembull me nal, me frenu personi vetveten nga fjalët që s'duhet, nga veprimet që s'duhet, nuk do të duhej me qenë të njëjtë. Ka një herë na rrjedh për shtypja, për shembull kemi raste ku prej namazfalësve ose agjëruesve prej neve ndodhin ka njerë veprime jo të mira. Për shembull në po i ceki kërkoj dhe lutem që mos t'i merr askush kritik, po të plotësohemi. Për shembull e keni vërejt që nga fillimi i Ramazanit ata që falin taravit këtu, ja kemi të rejtë vërejtjen që ta e mojmë qetësien. Edhe ata që po dalin ndërkohë mas 8 recate ose 12 recate, ta din që prapje në xhami, po thuj që si ke fol kërkuj. Po thuj që si ke fol kërkuj. Ose qatë ditë ndëgjojnë nesërmen e njëjti problem. Ju flet për fëmijë. Fëmija se kanë obligim me orë në xhami, se kanë borç. Fëmija se ka obligim me orë me fal taravit. Na pëqituit të mja nis njerë, që me dalu na për shka kena orë dhe për shka po vinë fëmija. Fëmija vinë marë këtu, e na po vinë për shka. Plus na këtu në xhami ju këna afru komoditet fëmive. Komplet po drumin e kanë fëmija me përplot lojna, ekstra e pagujna një punëtore me këshirë fëmijën e ju. Apet i binë fëmijë këto. E du të me ndërhyjt për shembull imami, a nuk e din xhamati për shembull çfarë sikleti është imami që po gabon. Çka ka të lexu ose në qillën e recate. Xhamati se kanë problem këtë punë. Xhamati merr tekbir Allahu Akbar edhe në qaftë hoqës. Dhe kjo është qetësim. Unë qëtu s'kam nevojnë me folë për planete. Hajde ju kalzot për planete. Na pa e rregullu gjendjen faktike, s'kem nevojnë me folë për planete, vëllazni. Që kjo cilësia jonë? Nëse na në xhami që shto jem, qëfar shembull i japë me dikuj në rrugë? Thamë, ndilën 20 thas mbeturinat ose shishet ujt i kena mush. Që jenë pi veç në Ramazan, që i kanë gjurë rrugës, a të konë koshat këto shportat i në xhami. Kërejt këto vëllezër, kërkojmë mësë me marë kërkush afër zemrës këtë punë. Na e kemi për qëllim me dalë sa ma të cilësor për Ramazanit. Me dalë sa ma të kompletun. A thuhet, çka na thojnë këta këshia tonë? Për shembull, këshin që i kemi këto që ka për tyni që sa gjëron as që s'falet. Ose vjen për shembull në kompani, ka punë këto te këta fëqinjit tonë, këshit tonë, e kur i shet gjatë ato shishe, thojnë këta, që ke kultura e hoxhës edhe xhamati. Vëllezër, na nuk kemi nevojë me fol për gjëra abstrakte, konkrete. Pra nuk ka mundësi me shiju ëmbëlsirën e Ramazanit e të namazit pa e shiju imanit. E pi imanit është mi largu pengesën nga rruga. Çfarë nuk ka mësuar pejgamberi sa? E dini atë hadithin, krejt e dini, po veç pja përkujtoj ku ka thonë pejgamberi sa, besimi është 60 sa deg. Në një transmetim 70 sa deg imani. Kjo është një deg. Dega ma e naltë e imanit është fjale la ilaha illallah. Pa la ilaha illallah s'ka iman. O ednaha, dega ma e funit, ma e ulta, imatatul edha anit tariq, mi largu pengesat për rrugës. Pengesa është, dhe më thonë, mësë me qitë mas pari është. Mas pari mësë me qitë pengesa në rrugë. E pastaj mi hjek. Po imani neve në shten me pastru ambientin. Po na, para se me pastru, vetë bisohemi mësë me gjuhë. Pra vëllezër që kjo është pe imanit. Atëherë, ku e defekti jonë që hoxha do të më na thonë 10 herë, eduko e fëmijën, maje afër fëmijën, ose qonë po drëmë. Pse mërë vëllezër në kështu? Ku e kemi na problemin? Pra e kemi problemin që me iman farë se kemi punë të mirë. Pse? Se unë i grahin veti. Jo vëllezër, çdo punë ka rregull, shtëpia ka rregull, fabrika ka rregull, shkolla ka rregull, xhamia ka rregull. Pra, se unë e zgjata këtë hyrjen shumë, po ta qef që tjetë kjo një mësim për neve. Pse?
Me të vërtetë vëllezër, kur të vjen një fillestar, unë çështoj e shoh, me ardh një fillestar këtë vit për herë parë në xhamin ton, ai më marr model me qetësinë, me respektin që ja bojmë. E tani na secili pyes me vetvetin se a jemi në këtë nivel, me theks veçantë, kërkoj mirëkuptim pe baballarëve, më të shumëve, rinisëm të adresu qito, rinis, se trit pi frikës çka në merr fëmiu një vjet e bjen në xhami, edhe mendon se këtu është çerdhe. Pse më vëllai kështu? Na e kena thonë pi moshës 1 deri në moshën 7 vjeçare, në podrum çani. Është mësuese, edukatore, e paguajmë. Jo, këtu do të më bësh zhurmë. Qështu në çdo xhami është, nuk është e na. Po, nuk është në rregull kjo vllazni. Po hoq po ata nëse zvin xhami qysh mësohen më fal. E na qysh na mësua vllazni. Pse ka nevojë me kriju ambient pa qenë, me kriju fobi pa nevojshme? Ti ki obligim për si prind, mësoj fëmijën tënë. Kur të rritet fëmija bile mi thonë drejtën, unë tash e kam obligim se unë jam hoq. Neve shka kanë mësuesat tonë, profesorat tonë. Në xhamin e pejgamberit alayhis salam bojshin shumë vërejtje, thoshin, mos gaboni pru fëmijën që janë ende në regjimin e për shembull të papastërtisë, që ata nuk dinë më uru pi papastërtisë. Ende janë pra në pampersa në gjashme, se mund mu zhyt një tepi në xhamin e pejgamberit alayhis salam, prindju në gjuna qarë. Pse? Vje koha fëmiju rritet, vetë disohet, fillon me orë në xhami. E kështu me radhë. Pejgamberi alayhis salam na ka mësuar se si shijohet ëmbëlsira e imanit. Për këtyre hadithe është hadithi e Enesit radhiyallahu anhu, ku pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Thalathun man wujida bihinna", tri gjëra që janë prezente te një person, wajada fihi halawatul iman. Ai e ka shiju përmes tyre ëmbëlsirën, hallën e imanit. En yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhima mimma siwahuma. Që Allahu në një. Nëse do me shiju imanin, knasien, ëmbëlsirën e imanit, në një me qenë Allahu dhe i dërguari i tij me prioritet, më të dashur te ai se çdo kusht tjetër. Me dashur për Allahun edhe pastaj pejgamberin alayhis salam më shumë se çdo sa tjetër në këtë botë. Tani se cili matë me punë tona që shikim. E dyta, wa an yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Me e dasht njeriun veç për i Zotë Zotit. Kur e dën dikon me dasht veç për i Zotë Zotit. Nën tre, wa an yakraha an ya'uda fi al-kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Me urrejt mu kthy në qëfër, me urrejt mu kthy në qëfër, në mosbesim, qashtu qysh urrejnë dikush për juve mu hudhë në zjarë. Qito tri gjëra, pra e mundsojnë shijimin e imanit. Pra e para, unë pe komentoj pak hadithin, tani do të nxjerr inshallah do dobi për pak qaste. Pra e para është vëllezër që me dasht Allahun më shumë se çdo sen. Që i bie thjesht çysh kuptohet që kjo në zemër me pas Allahun, në hatër me pas Allahun, në mendje me pas Allahun. Vazhdimisht Allahu xhelle xhelaluhu me kon, do thotë në kujtesën tonë, për mendjen tonë. Edhe pastaj pejgamberi alayhis salam, me dasht pastaj pejgamberin alayhis salam. Pra më shumë se sa vetveten. Për Allahun xhelle xhelaluhu, do thotë ata duhet me dasht më shumë se vetveten edhe krejt tjerë, po edhe pejgamberin alayhis salam. E dini rastin e Omerit. Omeri, kush ka qenë Hazreti Omeri radhiyallahu anhu, kur i ka thonë pejgamberit në mënyrë të drejtë për drejtë, o i dërguari i Allahut, unë ty du fort, ama vetin i du më shumë. Ka thonë, jo, vallahi s'e ke qenë. Jo, Omer. Ka thonë, derisa të mdush më shumë se vetveten, nuk ja ke qellu. E kur ja ka dhoni ders mirë pejgamberit, ka thonë, çitashën e ty du më shumë. Tash ka thonë mirë punë. Pra, me dash pejgamberin e selam, më shumë se sa vetveten, më shumë se prindin ton dhe fëmin ton. Kur të arrim këtë, si arrim, do të flasim në gjërat e të ardhme, inshallah, çush me arrit këtë. Por veç po e komentoj pak hadithin. E dyta, me dasht njeriun për i Zotë Zotit, me dasht besimtarit në fjalë, për i Zotë Zotit, jo për interesat kësaj bote. Interesat e vëllezër janë të përkohshme. Interesat bën me kon pjesë e jona, po
po jo me dash njeriu për interes. Pse? Se raportet o vëllezër me personin kanë më ku kputet interesi. E keni vërejt për ditëshmërinë tonë, ka njerëz që thonë vit gjumi i don, vit gjumi që i don. E keni vërejt qita persona shpesh shkojnë deri në vrasje. Jo vetëm prishit raporta. Pse? Se vjet dashnia nuk ka qenë për i Zotit. Allahu xhalla xhelalu në Kur'an thot: "El-akhilau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Ata të dashurit, po thot Allah, ata që kanë dashur njëri tjetrin fort, Khalil është mik i dashur. Ai që ka dashur dikon fort, në ditën e gjykimit ka më armiqsu me njëri tjetrin. Përveç atyre që kanë dashur për i Zotit. Por ata që kanë dashur njëri tjetrin për interesat të kësaj bote, edhe në këtë dy janë nuk e çojnë gat. Po dhe në ditën e gjykimit kanë më bë armiq njëri tjetrit. Allahu po thotë kështu: "Illal muttaqin", përveç atyre që kanë sinqert e kanë dashur njëri tjetrin për i Zotit. Prandaj, edhe këto duhet me ushqy, me mbjell. Respekti i takon çdo kujt. Na vëllezër, respektin ja bojmë edhe aty që janë hiç musliman, që i kem kujshi, fqinj, që bashkëjetojmë me ta kështu me radhë. Mi po dashnia i takon besimtarit për i Zotit. Dhe e treta, me urrejt mu kthyn qëfër. E keni vërejt, nuk du mu u kthyu në kohë, ama kem nevojë këtë tema mi tajtu. Ka qenë para do mujve, keni farë vale dikuj që i interesoj dikuj me shpurth, ka kena ardhë na që para 1.000 vjete, kuj na kon na, mu kthy në stërgjëshit kuj në kon. Dera është qelë, hala ka asi pseudo historianë, që mendojnë që ja ka shpërlat trunin komunizmi, mendojnë se feja islame ka ardhur me dhunë. O vëllezërit e mi, wallahi, lemo në atë kohë ku kanë sundu muslimanët. Po sot në qitë kohë kërkush me zërë su në shtin fej. Asu në zërë, su në shtin me atë qysh pat mundësi krejt popullin tonë me zërë me shtin fej. Po hajde që i pas ka shti me zërë, si u largu parandëria Osmani ishin këthyja petë. Po jo, vëllezër, që ky hadith, që të hadith e kanë kuptu të partë të mirë, ju ka hi, pra ka prek imanin zemrat e tyre. Me këtë hadith kena punë inshallah në ligjërat e tjera. Allahu na bëfë e tyne që e shijojnë në mëlsirën e imanit, edhe në rafshin praktik, dhe ndikojnë për këto këshilla që ne të përmirësohemi për ditëshmërinë tonë. Zoti ju shpërblet për vëmendjen. Alhamdulillahi rabbil alamin.